Ju përshëndes, nderuar teleshikues, mirë se vini në News 24 fundjavë. Do të qëndrojmë së bashku tani dhe në gjithë minutat në vijim për një sër tematika që do të kemi mundësi të zhvillojmë në studio, duke nisur fokusin me adoleshencën dhe rrezikshmërinë që ka shfaqur her pas here me një sër ngjarjesh. Por në këtë moment do ndalemi tek rasti i Fierit, aty ku bashkëmoshatarët dhunojnë bashkëmoshataren, një pamje që ka qarkulluar në rrjet, që ka një prapasken shumë të gjërë dhe pas gjithë zhvillimit ligjor të saj. Do të kemi mundësi ta zbërthejmë në studio. Megi Korbi, juriste penaliste, është me mua për të miturit mbi të gjitha. Faleminderit shumë që ke ardhur. Voltiza Prendja, advokuese e drejtave të njerëzit, faleminderit shumë që ke mbërritur në studio. Dhe po ashtu në një komunikim të drejtë për drejtë kam zotin Fation Softa. Zoti Softa, faleminderit shumë që të kam në këtë komunikim të drejtë për t'i dhënë edhe karakterin e sigurisë në tërësi të kësaj ngjarje dhe nuk është rasti i parë, fatkeqësisht një rast i përsëritur në vend. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Do e nis me Megin që e kemi në studio, meqense është juriste penaliste për fëmijët, një panoramë të përgjithshme të asaj që keni mundur të shihni nga perspektiva si juriste, po edhe në komentet i dua si prindër të tre të ftuarve që kam në studio, sepse është një rast vërtet shumë i rëndë për të parë. Atëre, për të bërë një tablo të shkurtër të gjithë ngjarjes, përpos gjithçka që është bërë publike, por edhe për të qenë koherent me gjithçka që ka dalë ko pas kohë lidhur me hetimet dhe me dinamikën e ngjarjes. Ngjarja ka ndodhur rreth një muaj më parë, pra bëhet fjalë për datën 8 qershor. Ku e gjitha ka nisur pra në bazë të raportimeve ka nisur si një ftesë për sqarim nga ana e një grupi vajzash, pra 3 vajzash, kundrejt vajzës së dhunuar, pra të miturës, që është ftuar në banesë dhe më pas ka devijuar, pra ka eskaluar siç ne kemi dhënë në re, pra kemi parë nga gjitha pamjet e bëra publike. Sa i përket të bërit publike një muaj me vonesë, ka dhe më thënë aludime për shkak të pretendimeve të dy kaheve, po themi, për shkak sepse nga ana e të dhunuarës, pra e mitura e dhunuar, prezumohet edhe nga nëna e vetë, pra se fillimisht pasi kishte vënë dëmtime dhe kishte dërguar për të marrë ndihmën e parë spitalore, nuk kishte bërë e ditur ngjarja edhe nga ana e vajzës. Por për shkak të dëmtimeve të rënda dhe gjithçka që u konstatuar pra në spital edhe nga mjekët, u pa se nuk ishte thjesht një dëmtim pra aksident siç vajza kishte thënë po në familje. Ke bëri dhe pjesën e publike, domethënë që nëna të merrte direkt masat për të bërë kallëzimin në organet e policisë dhe policia në të njëjtën kohë, pas gjithë asaj që nëna prezumon se nuk është marrë parasysh me gjithë kallëzimet e bëra, thotë se janë marrë në rekord masa dhe janë bërë gjithë procedurat ligjore sa i përket kallëzimit dhe marrjes së dëshmisë së vajzës. Por kjo ngjilet ende për të parë, nuk është plotësuar gjithë tabloja. Do të dalim tek detajet se çfarë po ndodh me ta, situatën shëndetësore të vajzave, keni arritur të përthithni informacion edhe për personin e përfshirë që ka të bëjë me strukturat policore. Do të rikthehemi sërish. Prendi, dua një koment si nën, si një vajzë që merresh me të drejtat dhe advokimin e drejtave të njerëzit për pamjet që ke parë dhe pastaj për detajet së mund të ndalemi në vijim. Është shumë e vërtetë që ne sa shohim pamje të tilla është shokuese. Është tepër e rëndë dhe shohim që kemi një shoqëri dhe një rini mbi të gjitha të kësaj adoleshencë dhe para-adoleshencë, e cila shkon drejt vanitetit edhe drejt asaj që është, le të themi, e papranueshme nga shoqëria, që bie ndesh me vlerat morale të shoqërisë, vlerat familjare dhe ato vlera që neve na identifikojnë si njerëz të cilët jo vetëm kemi respektin ndaj tjetrit, por kemi edhe të dinjitetit, le të themi respektit jo vetëm si individ, si dinjiteti i individit, por edhe si shoqëri, si komunitet. Dhe këtu shohim pikërisht këto, le të themi, vanitete të cilat her pas here shpërfaqen me kush është më i forti, kush merr më shumë ndjekës dhe mbi të gjitha se si filmohet dhe mbi të gjitha është e rëndë se si është filmuar kjo rrahje, si është filmuar ky akt dhune ndaj një bashkëmoshatare. Dhe ndërkohë kur ne diskutojmë që bashkëmoshatarët ndajnë përvojat, praktikat e mira me njëri tjetrin, shohim dhe raste të tjera kaq të rënda, të cilat vërtet janë për tu shpërfaqur ashtu siç janë,
pavarësisht se ne mundohemi të ruajmë anonimitetin e individëve, sepse janë minoren edhe për këtë arsye do të jemi të kujdesshëm. E të qenit minoren edhe të bërit një akt të është shumë e rëndë që një shoqëri e tillë promovon akte dhune dhe mbi të gjitha e nxiten me disë adoleshentëve, të cilët mbi të gjitha e thonë sikur është gjë e bukur. Duhet të parë se sa modele dhe mbi të gjitha ishte edhe rasti që nuk kemi të bëjmë vetëm me këtë akt dhune, apo jo Megi. Ishtin edhe disa shantazhe dhe akte të tjera të pakëndshme dhe sigurisht të ndëshkueshme. Është e vërtetë që nuk kemi të bëjmë një problem vetëm spontan. Softa, si e keni parë ju këtë ngjarje, keni trajtuar njësër problematikash, keni qenë pjesë e strukturave që dhe i keni zgjidhur ato. Pamje që kanë qarkulluar në rrjet kanë qenë shumë të forta dhe tregojnë për një mesazh shumë të fortë që na vjen nga problemet që adoleshenca ka në këtë moment. Ngjarja është shumë e rëndë, kur kjo ndodh midis adoleshentëve, ngjarja filmohet, bëhet publike dhe ngacmon gjithë komunitetin e prindërve, por dhe ne vetë si shoqëri që duket sikur kemi dështuar. Unë pres që Policia e Shtetit dhe Prokuroria të shkojnë të thelluar, të shkojnë për të pasur një hetim të thelluar për parë shkaqet, motivet dhe rrethanat. Dhe raporti që ka pasur një punojës policie me ngjarjen. Cili ka qenë ky raport, zoti Softa, meqense unë dalëm këtu? Keni informacion? Atëherë është pak e vështirë për të bërë interpretimin e një fakti zyrtar kur drejtuesi i përgjithshëm i policisë zoti Hita i thotë që ishte një marrëdhënie e papërshtatshme. Dhe pra aq kosa kemi këtë njoftim zyrtar, nuk mund të bëj interpretim tjetër pavarësisht nga informacionet të tjera që kemi. Qartë. Sepse duhet jemi shumë të kujdesshëm aq më tepër kur kemi të bëjmë me minoren dhe me familjarët e tyre, aq më tepër që ato janë vajza. Por sido që tjetë është një përgjegjësi dhe një lloj shqetësimi që brenda strukturave të policisë ka individ të cilët e turprojnë uniformën ose veprojnë në mënyrë të kundërligjshme duke dëmtuar imazhin e saj. Aq më tepër që imazhi i një punojësi policie dhe policisë ndërsi është shumë i rëndësishëm për të krijuar perceptimin e publikut për besueshmërinë ndaj këtij institucioni. Por thash që kërkon hetim për faktin që në Shrethana ato janë gjetur në atë apartament. Është një apartament i marrë me qira, nga kush është marrë ky apartament, dhe ka pasur apo jo dyshuar për përdorim të lëndëve narkotike. Kjo është bërë për influencë në rrjet, kjo është bërë se kanë pasur konflikte dhe ky lloj konflikti është bërë në atë ambient duke futur në kurth dhe kjo lloj forme e sjelljes brutale ndaj saj mund të jetë një lloj shenja akmarrje. Të gjitha këto janë faktor apo hetime që duhet bëj Policia e Shtetit për të nxjerrë arsyet dhe motivet e vërteta. Ka tendenca nga të rinj të cilët përdorin mënyrën për të treguar influencë në grup ose për të treguar vëmendje. Është thyrë deri diku në trend që të jesh i dhunshëm, është trendi tani edhe të bësh publikime të tilla ashtu në trend dhe kjo është gjëja më e gabuar që mund të ketë ndodhur ndonjëherë. Dhe shkak pasojë edhe rrjeteve sociale kam përshtypjen, apo jo zoti Softa? Patjetër, ne kemi parë jo vetëm thjesht adoleshent, po edhe të tjerë, nuk duhet përmend se pse janë persona publik, ka qenë një rast po aq i dhimbshëm kur dy vajza shkojnë tek varret dhe bëjnë dhunimin e varreve në thonjza për të marrë këtë që quhet vëmendje publike, ose përdorimet e dhunës në forma të tjera për të treguar ose përdorimi i automjeteve në mënyrën se si ata i japin mbajtja e armëve etj për të marrë vëmendje për të marrë vëmendje në rrjetet sociale. Por dhuna duket sikur është një promovim dhe fatkeqësisht duket si një lloj trendi, por edhe një lloj mënyre për të treguar influencën në rrjetin e tyre shoqëror. Por ky rast është i veçantë sepse këtu kemi një trajtim shtazarak ndaj një minorene dhe kjo përdorimi i dhunës këtu është në formën e një grupi. Pra kemi më shumë se një person, pra 2 persona apo 3 persona që marrin pjesë në një dhunim të tillë. Qartë. Korbi, e tha qartë, zoti Softa që nuk është rasti i parë, kemi pas raste edhe më ekstreme, por cilat janë detajet që duhet të dim për të miturat në fjalë, duke pasur shumë kujdes për të ruajtur të dhëna shumë sensitive, sepse situata është e tillë, shumë sensitive po ashtu.
Në fakt, lidhur edhe me akuzat, të qëndrojmë fillimisht tek akuzat për të dalë të ajo pjesa e panoramës se kush e solli ngjarjen deri në këtë pikë. Pra, duke marrë parasysh gjithë backgroundin, historikun familjar, precedentet e krijuar më përpara, sepse e përmendëm pak më parë që nuk është një rast spontan dhe nuk është diçka e nisur aty për aty. Fillimisht prokuroria e Fierit e ka proceduar veprën penale për dëmtime të tjera me dashje, por për të treja vajzat. Duke qenë se dinamika e ngjarjes vazhdoi që të zbuloi edhe më shumë, pra fabula e ngjarjes. Dhe zjerimi i hetimeve vijoi dhe mori devianca që ishin realisht të papritura për mënyrën se si kishte eskaluar dhuna. Gjë e parë që u vure, domethënë dhe që u mor nga gjithë pjesa e hetimit dhe marrja në pyetje, u vure se vajza është mbajtur në mënyrë të palishme në banesë nga ata treja vajzat. Pra u thirr për një sqarim dhe nuk është lejuar më pas që të largohet dhe ka devijuar siç devijoi në ato pamje të tmerrshme që ne kemi parë. E gjitha kjo bëri që prokuroria e Fierit të kalonte në një rikualifikim të veprës penale dhe kaloi nga dëmtimi me dashje, kaloi në heqje të palishme të lirisë, sepse i referojmë gjithkohës informacionit që mos gabojmë lidhur me informacionet që na janë në dispozicion. Për shkak sepse për sa kohë është kryer, pra, si thon, shoqëruar me vojë të rënda fizike nga traumat që janë konstatuar në aktin e ekspertimit në spital, gjithashtu mund themi se është lehtësisht e dukshme që është kryer në bashkëpunim edhe në varësi të akuzës që do të ndërtojë prokuroria, mund themi se kemi të bëjmë me një vepër penale e cila në bazë të dënimit varion nga 3 deri në 7 vjet burgim. Mënyra se si kualifikohet. Por unë mendoj që nga të gjitha çfarë ka dalë në domethënë informacione edhe nga gazetaria investigative në terren lidhur me ngjarjen, mund të themi që ha pak diskutim nga ana juridike kjo pjesë. E di pse ha diskutim sepse kërkon vëmendje për shkak sepse një video ka treguar mjaft qartë se aty kemi të bëjmë me një tërësi veprash penale, pra kualifikimi veprash penale. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër penale të shkëputur, që do thotë gjëja e parë që mua më lind pyetja është që pse vajzat u proceduan vetëm për dëmtim me dashje fillimisht, pavarësisht se u rikualifikua. Në moment që kemi një video ku shohim të gjithë elementet e tjerë që fillon që me informacionet pra që dolë më pas, pikë pyetjet që linin edhe për publikun e gjëra është të respektuar e gjithë procedura sa i përket detyrimit të menjëhershëm për mbrojtjen e vajzës së dhënuar, me pretendimet se nuk e ka marrë ndihmën e menjëhershme edhe për mënyrën se si është proceduar me marrjen në pyetje. Tablat që ka pasur oficeri që e ka marrë në pyetje, a është respektuar e drejta për shkak se kemi të bëjmë me një të mitur dhe duhet ishte patjetër në kujdesin e përveçse të print, por edhe të një përfaqësuesi ligjor edhe të psikologut. Kjo gjë nuk është bërë e ditur. Asnjë moment nuk kemi marrë përgjigje lidhur me mënyrën e marrjes në pyetje. A ka patur lidhur edhe me atë çfarë u deklarua nga drejtuesi i lartë i policisë së shtetit, a kemi patur një konflikt interesi dhe shpërdorim detyre nga ana e policisë lidhur me këtë rast? Për shkak sepse në momentin që familja e vajzës deklaroi se nuk ishte marrë seriozisht pra rasti dhe devijoi dhe doli pra kjo çedimi i uniformës, po themi, që të shprehemi duhur, pa dashur që dalim në përfundime për sa kohë s'ka mbaruar hetimi. Mua më bën të mendoj që kemi pasur nevojë emergjente për hetimin e mosveprimit dhe favorizimit të rastit për dhunueset. Për sa kohë rasti u bë publik vetëm pasi doli në rrjetet sociale. Atëherë në këtë një muaj, çfarë ka ndodhur me dinamikën jo vetëm të policisë, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me një test vetëm të drejtësisë. Këtu mendoj dhe besoj Voltiza më mbështet që kemi të bëjmë me një test për një zinxhir, pra për një rrjet institucionesh. Jo, është e vërtetë sepse mekanizmi kombëtar i referimit të dhunës përfshin institucione si qendrore, si vendore, si ato pastaj më lokale tek komuniteti dhe me radhë. Derisa arrin tek familja, mjeku familjes e të tjerë janë të gjithë të përfshirë në referimin e dhunës. Edhe se prindi e ka neglizhuar për momentin sepse ka thënë që ndoshta nuk ishte aq e rëndë sa ç'duhet kur ka bërë mjekimin
tek mjeku përkatës, specialisti i fushës patjetër që e vëre dhe duhet ta referoj se një akt dhune që mund të ketë qenë, nëse për shembull mjeku nuk ka pas informacion që ishte bërë dhuna, ishte shkaktuar dhuna nga vajzat të tjera, mund të kishte qenë dhe dhunë familje, mund të kishte qenë çfarëdo lloj skenari tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjithë mekanizmi kombëtar i referimit të jetë gjithmonë në gjendje alerti. Dhe prandaj dhe Megi ngresi pikpyetje që ku ka çeduar këtu mekanizmi kombëtar i referimit që pas një muaji bëhet publike dhe pastaj akuza ndryshon nga një pjesë në një formë tjetër që pastaj specifikohet dhe na dalin edhe të dhëna të tjera, detaje të tjera që shohin një dekadencë të kësaj grupmoshe, të kësaj shoqërie që në të vërtetë në atë aspektin e trajtimit të tjetrit e zhvlerësojnë deri në thyrje të drejtave të njerëzit, siç është privimi nga liria dhe ajo është formë torture pastaj, kështu që patjetër që mund të kategorizohet një dhunë aq e rëndë, sepse është vërtet e tmerrshme vetëm nga pamja. Si i komentoni pra këtë zinxhirin që Megi përmendi dhe pikpyetjet që ngrehen në lidhje me këtë çështje? Është hera e parë që e kam të vështirë për të bërë një koment në veçanti kur flasim për ato vajza, sepse kur themi masa e dënimit, veprat penale që ato kanë kryer etj, ato janë minorene. Kanë gabuar edhe për shkak të moshës, kanë gabuar për shkak të ambientit social, shoqëror, kanë gabuar ndoshta edhe për shkak të neglizhencës dhe paaftësisë së familjes, por kanë gabuar edhe për shkak të mos funksionimit të strukturave shtetërore, si arsimimi ashtu dhe policia e shtetit në rastin kur i është referuar ose kur ajo ngjarje ka marrë formën e denoncimit. Është e rëndë nëse marrja në pyetje e një minoreneve nuk është shoqëruar me prezencë e një prindi apo të një përfaqësuesi ligjor, sepse kjo përbën një shkelje tjetër pastaj nga struktura policore apo nga punojësi i policisë, i cili përveç po themi asaj marrëdhënie të papërshtatshme që i thot drejtori, duhet parë edhe në shpërdorim detyre në raport me detyrat që ka policia e shtetit dhe në raport me ligjin në trajtimin e minorenëve. Ngjarja mendoj që duhet trajtohet me shumë kujdes, jo vetëm nga ana ligjore, po duhet trajtohet edhe nga çështje sociale, duhet trajtohet në shkolla një fenomen i tillë, sepse problemi është duhet më mirë ta parandalojmë se sa ta kurojmë. Është një fenomen i cili është shumë shqetësues. Unë e kuptoj pozitën tuaj, zoti Softa, unë e kuptoj pozitën tuaj që e keni shumë të vështirë të bëni një koment, e kuptoj pozitën e prindit edhe të korbit. Por vajzat që kanë bërë këtë gabim që ju e cilësoni është një gabim, po mund të jetë edhe një fajë dhe më i rëndë. Është më i rëndë se sa gabim. Është më i rëndë se sa gabim. Pavarësisht se drejtësia për të miturit do të japi rrethana lehtësuese dhe këtë duhet diskutojmë. Jemi të është një gjë që do doja të prekja edhe unë. Në thuaj tani Megi. Në referim me gjithë respektin edhe të eksperiencës pra të ekspertit se një tani për shkak të fushës. Zoti Softa, por përpiqet që të tregoj gjuhën e butë të gjës. Ajo që mua më vjen keq dhe që më duhet ta pohoj dhe besoj edhe eksperti më mbështet, edhe Voltiza më mbështet, që ky nuk është rasti i parë publik i këtyre përmasave, pra dhunë në të tilla përmasa. Pak më përpara unë përmenda, jo më kote përmenda mos shkëputjen si një vepër mënjan. Pse? Sepse 2 nga vajzat ishin të mitura. Por ndërkohë, pa dashur që të shprem keq, por dirigjojenshin nga një vajzë e cila ishte adulte, pra e rritur, 19 vjeç. Kështu që nuk kemi të bëjmë me një akt të rësisht të pafajshëm. Përsa kohë kemi pasur dhe ngrihen hipoteza për të plotësuar fabulon edhe nga organi akuzës, qoftë për rastin, momentin e parë që u kualifikua si dëmtime të tjera me dashje. Nuk duhet të harrojmë që vepra dhe gjithë videoja flet edhe për mundësit, pra të gjitha mundësit për të pasur edhe një vepër tjetër penale, siç është kanosja. Pra gjatë gjithë kohës, viktima pra duke referuar informacionit, është kërcënuar që mos kallëzoj dhe mos kryej veprime të tjera përkundrejt palëve që po e dëmtonin. Kemi patur shtrëngim, po prap vepër tjetër me anë të kanosjes dhe të dhunës, që provohet se është ushtruar dhunë për ta detyruar për të kërkuar falje, për diçka dhe për një veprime, për një fajë të caktuar që ndoshta ajo pra nuk e ka kryer. Mund të kemi kualifikim të veprës penale për ndjekja, që do të thotë
e thamë që nuk kemi një problem që ka lindur aty për aty, është një problem që ka kohë që ishte në vijimësi dhe përsa kohë ka patur episode të vazhdueshme pra të ripërsëritura, automatikisht ne kemi të bëjmë me përndjekje. Kemi veprën penale që po prap këtu lind dyshimi arsyeshëm për të kualifikuar që ka të bëjë me përhapjen e palishme të materialeve të dhunës që çnojnë jetën private dhe dinjitetin e atij fëmie. Jo vetëm në këtë moment që ka ndodhur që nxarja është e freskët, që është e nxehtë, pra ka efekte që vijojnë në periudha gjata për jetën. Dhe me rënda e të gjithë kësaj dhe nga informacioni i marë nga instancat përkatëse, kemi të bëjmë me veprime në bashkëpunim. Për mua është vepra më e rëndë në gjithë tablën e kësaj ngjarje, që do të thotë kemi jo vetëm një autor më vete, por kemi një veprimtari, pra një grup që ka vepruar në bazë të një plani të përbashkët. Dhe këtë e thotë shprehimisht në 25 i Kodit Penal. Veprimtaria e mirëfillt organizuar nga të gjitha informacionet e marra që janë ende në hetim, po citojmë vetëm ato që janë bërë publike, për të mos gabuar me ato çfarë shprehim për njerëzit, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar i cili e kishte metodë pune, po themi shantazhi në grup edhe në individ të tjerë. Shantazhi me punonjësin e policisë, ta pyes zotin Softa fillimisht, pastaj do të vi sërish tek Korbi. Softa, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar që përdorin shantazhin si një formë operimi dhe si është përfshirë punonjësi i policisë në këtë ngjarje? Shko, të flasësh për një grup strukturuar është e rëndë. E para duhet kemi prova që ekziston një grup i strukturuar që vepron në këtë mënyrë. Prandaj unë them që duhet kemi një hetim të thelluar lidhur me ambientin e marrë ambientin me qera. A ka personat të tjerë mbas tyre, pra për te videos të atyre personat që shohim në video, a ka personat të tjerë të implikuar që të shkojmë tek ajo akuzë ose të shkojmë tek ai version që mund të kemi një grup të strukturuar. Dhe a ka pasur raste të tjera, pra është një rast i shkëputur i këtyre personave, apo ato e kanë pasur në vazhdimsi një natyrë dhe një praktikë të tillë. Dhe në cilët raste ka pasur informacion, për shembull, nëse vajza dhunuar ka pasur shqetësime të cilët nuk besoj se spontanisht, në një moment u gjetën në ambient të apartament të mbyllur dhe filloi të bëjmë këtë gjë që pam skenën e dhimbshme që u transmetua në mediat sociale. Por edhe kush e ka marrë apartamentin me qira? Po kjo s'duhet parë veçuar, kjo nuk duhet parë si gjë veçuar, se ne nuk kemi vetëm aktin e dhunës ndaj vajzës në fjalë, por ne kemi edhe, siç policia e ka shprehur, kanë qenë edhe shantazhe ndaj personave të tjerë, edhe palëve të tjera. Kështu që nuk është thjesht një rast i veçuar, por është, le themi, përbërë nga disa pjesëza të cilat përbëjnë atë që Megi ndoshta e hodhi si dyshim të drejtë. Është për jo, prandaj unë e citova jo pa qëllim që të përmendim dhe të diskutojmë, pra citojmë ose të analizojmë atë çfarë është bërë publike. Dhe është bërë realisht publike që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar. Përmenda të strukturuar sepse nga informacionet e fundit flitet që vajzat pra respektive që ishin pjesë e problemit, vajzat dhunuese, kishin patur raste të tjera, pa kishin krijuar precedent së bashku me partner të tyret aktual lidhur me shantazhe për persona të tretë e të katërt. Pra nuk e kemi rast të shkëputur dhunën e krijuar pra të ushtruar ndaj kësaj vajzës për një problem që kanë pasur ato midis tyre. Po flasim për fakte të reja që kanë dalë në dritë dhe janë bërë, pra është bërë lidhja me fakte dhe me prova të tjera lidhur me akuza apo denoncime të tjera që ka pasur, pra dhe janë bërë lidhjet me grupin me për cilin ne po flasim. Dhe kjo është bërë publike, nuk po e themi ne. Kjo bën të lind dyshimi arsyeshëm për veprimtarit organizuar, sepse është veprimtari shantazhi, pra ti të krijosh në grup dhe të organizosh plane për të kapur në kurth individ të ndryshëm në pozicione kyçe, të cilët ata mund zotërojnë në çfarë do lloj sistemi, në administrat, në televizion, në sistemin gjyqësor, është mirëfilltazi një veprimtari organizuar që ti të kapësh në ngërç individ për t'i shantazhuar dhe për të fituar vlera monetare dhe përfitime të tjera, të natyrave të tjera. Që i thrasin, i bëjnë foto, i shantazhojnë pas le të themi që dhuna e ushtruar ndaj kësaj vajzës ishte piknisja që të zbardeshin shumë denoncime të tjera. Në shantazhet, zoti Softa, fotografimi deri tek bërja më pas një formë e presioni që do të publikohen ato në një moment nga vajzat e cilësuara të midhura. Çështja është në hetim, nuk është se ka përfunduar hetimi.
Dhe kur flasim që ka përfshirë dhe të partnerëve tyre, atëherë kush janë partnerët, mosha e tyre, aktivitetet që kanë pasur. Marrja e telefonave dhe zbërthimi i telefonave për të parë çfarë komunikimesh kanë ata dhe me çfarë aktivitete ato janë marrë për ta bërë më të qartë nëse ka strukturim ose nëse ato kanë pasur aktivitet si formë për të përdorur shantazhin. Dhe shantazhin për çfarë e kanë përdorur? Pse duhet i kapin persona të cilët janë në institucione për gjobëvënie, për t'i nënshtruar, për të realizuar qëllime tjera? Kryesisht kanë gjobëvënie. përdorim të lëndëve narkotike apo jo? Pra gjitha këto janë pjesë të hetimit. Dhe prandaj unë pres që të kem burime zyrtare, t'i referohem atyre në mënyrën se si të analizoj ose si unë mund të ndërtoj ekspertizën. Me Gjenenka se kam ftuar sepse ka përthithur dhe informacion nga atje. Ndërkohë, kodi për të mitur, apo krijon një ndjesi të rrem, sigurie që nëse ne bëjmë një gabim, ky nuk është gabim, po ta cilësojmë të tillë, sepse kodi e cilëson të tillë, që i bën një mburoj kësaj ngjarje që ka shtruar tashmë në një regjim spitalor një vajzë e cila do duhet të marrë mjekim 1 vit rresht për pasojat psikologjike që ka, dhunuesen që trajtohet, më thatë, në spital? Për një periudhë 3 mujore? Po, fillimisht, mos edhe më shumë. Pra, gjithë kjo gjëja që sill një pasojë kaq të madhe psikologjike, ligjore mbi të gjitha, sepse çështja do të ndiqet dhe shpresojmë që të shkojmë tek burimi në final. Mos ndoshta kodi po krijon një mburoj të rem në Shqipëri për të miturit që vazhdimisht kryejnë vepra të tilla? Mos të kujtojmë dhe rastin e zotit e familjes Cami që shiko, për ta sqaruar, kemi të bëjmë edhe me një historik të familjes edhe të gjitha asaj pamjes jo të rastësishme, po them dëshira për të dhunuar tjetrin në ashimte për një bashkëfushatar tëndin, do thoja nëpër masa të shnjerëzore dhe me pasoja për jetën, të paktën momentalisht. Në momentin që flasim, njëra nga vajzat e cila është me regjim të spitalor, pra shtrim të detyruar spitalor, është jo për shkak të ngjarjes për cilën ne po flasim, por për episode dhune të përsëritura ndaj nënës së saj, e cila ka ndodhur, po themi data 28 qershor, që është arrestuar, është dhënë masa dhe është me regjim të shtruar. Pastaj konfirmimi dhe kontrolli her pas here sipas procedurës ligjore është çdo 3 muaj, 6 muaj, në mënyrën si ka evoluar dhe sa ka bërë efekt mjekimi, po them, te personi që ka shfaqur të tilla probleme. Sa i përket kodit penal për të mitur, po themi që nga 2017, që është bërë edhe reforma në drejtësi, edhe gjykata është njohur për herë të parë me këtë qasje të re të kodit për të mitur. Më duhet të them, është mendim tërësisht personali. Dua ta sqaroj këtë pjesë. Është çalojmë në mënyrën se si amplifikohet dënimi, por dhe qasja që ka gjykata në mënyrën se si a jep dënimin fëmijës. Sepse po e të i kalojmë masën e shmangjes për të mbrojtur të miturin nga dënimi dhe nga mos lejimi i të vendosurit në një institucion dënimi njësoj si që vendoset një i rritur, jo vetëm për kushet, po dhe për mënyra e ndryshme se si dënohet një i mitur. Po gabojmë rënd sepse duke dashur të shmangim dhe të qëndrojmë kodit penal, harrojmë që nuk funksionojnë zinxhir të gjithë instancat e tjera shtetërore. E kemi përmendur edhe në raste të tjera që institucionet e fëmijëve lënë për të dëshiruar për mënyrën se si qasen ndaj probleme dhe mënyrën se si duhet punuar me fëmijën, jo vetëm për të shëruar traumat, por edhe për të punuar dhe për ta integruar dhe për ta bërë një njeri i cili do të funksionojë normalisht në shoqëri si një njeri i shëndetshëm mëndërisht në raport me veten e vet, por dhe në raport me të tjerët. Pra, edhe nëse gjykata bën një punë të mirë, pra gjyqtari në seksionin për të mitur bën një punë shumë të mirë në mënyrën se si realizon në fund qasje ndaj dënimit që jep për të miturin, dënim flasim në vija të përgjithshme sepse thamë shmangje për ta shpëtuar atë, por sa zbatojmë ne me përpikmërinë instancat e tjera qoftë shërbimin me psikologun, pra ndjekjen me psikolog. Sa funksionon në instancat e shtetit, psikologu shtetëror në të bërit aktet e ekspertimit me devotshmëri dhe në mënyrë konsekuente, pra të pandaluar jo vetëm me një
Ne kemi, janë bërë të paktën në një vit, diku rreth afërsisht, domethënë në mënyrë të përafërt, rreth 600 shmangje për të mitur. A e ka ndjekur kush, a ka krijuar kush një database se çfarë po ndodh me këtë fëmijë, që nga momenti që ka marrë dënimin në gjykatë? Këtu shërbimi provës ju hyn në funksion pastaj. Dhe ne kemi qenë me organizatën tonë pikërisht 2 ditë më përpara në shërbimin e provës në Lezhë, ku u dha një informacion se si ata pikërisht këto raste të shmangjes po i trajtonin edhe mbi të gjitha se si bënin raportet për prokurorinë etj. Dhe në fakt është e rëndësishme sepse shohim që shërbimi provës funksionon mirë, por janë dhe nuk dua ta cilësoj si këtë le të themi kodin penal për të mitur si një mburoj, por mbi të gjitha ashtu siç më e tha dhe mbështes në aspektin që është në fakt hallkat e institucioneve radhë pas radhe, të cilat aty shohim që ndoshta çdohet pak. Ndërkohë, për sa i përket drejtësisë për të mitur, ajo është gjithmonë në linjë me standardet ndërkombëtare dhe ato të Bashkimit Evropian se si është formuluar, dhe drejtësia për të mitur patjetër që duhet të ketë lehtësira për të miturit dhe duhet të jetë integruese, gjithëpërfshirëse etj. Me radhë, dhe ashtu siç është restauruese për sa i përket dinjitetit dhe individit, por është mbi të gjitha ajo se si hallka të ndryshme të gjithë mekanizmet funksionojnë. Ama përsëri gabojmë? Jo, mungon, aty kur ne çalojmë më së shumti është që mungon trajtimi i duhur, jo vetëm tek mbështetja familjare, por edhe në instancat edukuese të arsimit, sepse aty kemi psikolog, punonjës sociale të tjera me radhë, ku shumë shpesh ne shohim që mungojnë skedat individuale të nxënësve apo të personave të individëve. Dhe nëse ne nuk kemi, sepse një psikolog i mirë patjetër përmes skedave individuale mund ta identifikojnë nëse ka prirje ndaj dhunës, ka prirje të cilat shmangin apo devijojnë pikërisht në sjelljen e duhur ndaj respektit ndaj tjetrit, të dinjitetit e të tjera me vlera të cilat ne i promovojmë në shoqëri. Dhe si prindër patjetër që shqetësohemi shumë në këtë aspekt. Pa diskutim, dhe janë shqetësuar shumë prindër në këtë moment. Më lejoni ti marr një koment për kodin e të miturve zotit Softa dhe pastaj do të shkojmë në publicitet. Softa, unë e cilësova si një mburoj, por e thash mburoje rrem për të miturit të cilët vazhdimisht kryejnë veprime të tilla, dhe siç ju e përmendët në kryet herës, thatë edhe për shpejtësinë në makina, që vetëm para pak minutash ka ardhur një ndelim i një vajze që kishte filmuar veten duke i dhënë me 170+ në orë. Ishte të tmerrshme, ta mendosh. Po. Shko, nëse i përqendrohemi përsëri tek viktima e dhunës. Po. Unë mendoj që ajo është 2 herë e dhunuar. E para nga ajo traumë që ajo ka pësuar, nga goditja në grup ndaj një ambient mbyllur, mendoni çfarë tmerri ajo ka përjetuar, dhe e dyta është bërja mediatike e ngjarjes, sa më shumë, aq më tepër e rëndon atë, sepse jeton në një ambient të mbyllur, ndoshta në një shoqëri më konservatore në zonën ku ai jeton, dhe mendoj çfarë të ardhmen do të krijojë ai fëmijë dhe ajo familje në raport me këtë gjëm në thonjza që ndodhi ndaj një vajze që nesër do të krijojë një familje. Dhe ky model i dhimbshëm dhe kjo dhimbje e madhe që pëson ajo vajzë, po dhe gjithë vajzat shqiptare të cilët përplasen apo ndjejnë dhunën verbale, dhunën fizike, dhunën ekonomike e të gjithë të tjerë, janë një këmban alarmi për institucionet shtetërore, për institucionet arsimore, për vetë familjet shqiptare, por dhe për ndihmën dhe mbrojtjen ligjore që duhet i afrojmë të gjithë atyre të cilët kanë fatin e keq të përballen me dhunë të tillë. Sigurisht që fenomeni i përdorimit të rrjeteve sociale kërkon një vëmendje të shtuar nga vetë policia e shtetit për t'i mbajtur ato në mbikëqyrje dhe për t'i monitoruar, sepse në momentin e shfaqjes në rrjetet sociale ato agravojnë gradualisht, nuk ka një shfaqje të menjëhershme. Pra, në një ditë gdhinat pa dhe thamë do bëjmë të videon, ose do shkojmë dhe të bëjmë në mënyrë të organizuar sot viktimin e radhës. Këto janë shfaqje që vinë në mënyrë graduale dhe monitorimi i rrjeteve është shumë i rëndësishëm nga policia e shtetit apo institucionet që duhet të ngarkohen për t'i monitoruar ata. Por edhe shoqëria, edhe familja, edhe shkolla patjetër do të kenë informacion. Për shembull, shfaqje të tilla të një agresiviteti me siguri janë shfaqje, nuk besoj se kanë qenë engjëll në shkollë dhe papritur në ambient të mbyllur. Juristi janë ai thanë në studio që ka një të kaluar edhe vajza, një prej vajzave që ka dhënuar nënën e vet, ka qenë në proceduar për këtë gjë etj. Edhe njëra nga vajzat po prap vite nga një e kaluar pra historik familjar me prindër të divorcuar, që automatikisht e dim që ka pasojat e veta, sidomos. Do ndalemi tek pasojat që kanë edhe mënyrën psikologjike të gjithë ngjarjes pas pak, sepse në këtë moment kemi publicitet, rikthehemi sërish së bashku.
Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit që jeni duke na ndjekur në News 24 fundjavë. Jemi duke folur për rastin në Fier, ku të miturat kanë dhunuar shoqen e tyre, po ashtu edhe ajo e mitur, por një rast që e kemi thënë që në kryet herës që ka shumë pikë pyetje të ngritura tashmë deri në final të kësaj ngjarje, se si prokuroria do të zbardhë të gjithë rastin. Zonja Korbi, po më thoshit që në një komunitet, dhe po ashtu edhe prendi, që në një komunitet të dhunuar, probabiliteti që dhunat përsëritet është e lartë. Ju keni vite në këtë sistem, keni parë raste të ngjashme që mund të bëjmë një paralele, që mund të japim me një mesazh në këtë, sepse kemi vetëm 7 minuta kohë. Rastet të ngjashme ka pafund. Edhe për shkak sepse ende kemi nuanca të theksura të patriarkatit, do të thoja. Për mënyrën se si drejtohet familja, edhe pozicionet respektive, qoftë të bashkëshortit, të bashkëshortes, por edhe personave të tretë, siç mund të jenë familjar që jetojnë me një familje. Pra, është një kompleks arsyesh dhe faktorësh që ndikojnë në historikun e një fëmije dhe në ambientin se ai si rritet, ku rritet dhe çfarë trashëgon nga traumat e atyre që e rrethojnë, nëse ato nuk janë trajtuar në kohë dhe nëse kanë qenë të pashëruara, le të themi, dhe të shprehemi duhur. Rastet kanë treguar ama që vetëm 2 janë mundësi, që o do të përsërisi dhunën dhe do të vijojë në një ndër breznore si shkaktar, por edhe si qasje ndaj dhunës, ose do të bëhet krejt e kundërta, që do të thotë që unë nuk do të përsëris atë çfarë kam vuajtur vetë dhe mbi të gjitha në raste ka plot të cilat i sjellin në këtë formë, por mbi të gjitha edhe se si shohim që se si trajtohen këto raste dhe nëse nuk trajtohen në kohën e dur, patjetër siç Megi po e shpërfaqiste pak më parë kur ishim në publicitet, që një rast shumë i veçantë ka qenë kur me vajzën e vogël 5 vjeçare po thoshte. Domethënë ka pasur raste pa fund të dhimbshme, por janë disa që lënë gjurmë të thella tek ty si profesionist. Edhe mund të them që madje u bën shumë vite, domethënë që kur nisa të punoj në sistem gjyqësor, kam qenë ende re, nuk isha në atë periudhë kur trajtoheshim të raste në seksion familjar. Më kujtohet kur po trajtonim një grua të dhunuar me një fëmijë, ndërkohë ishte shtatzan dhe e kishim çuar në qendrën e grave të dhunuara, që ishte non-stop e dhunuar nga bashkëshorti, që edhe ai ishte një person, pra një ishte viktimë e dhunës konsistente nga nëna e tij. Pra mund të themi se deri në një periudhë moshe caktuar, dhe këtë e them në bazë të akteve të ekspertimit që kryem atëherë me psikolog dhe u bën disa akte rjesht. Pra, ishte një historik i cili nëse deri në një moshe caktuar ishte dhunë fizike dhe psikologjike, në periudhën kur djali tashmë kishte krijuar familjen e tij, ishte adult dhe ishte prind vet tashmë, nëna nuk ishte rreshtur në forma të tjera të dhunës edhe presionit psikologjik edhe ndaj karakterit të tij si njeri, por edhe ndaj familjes që ai kishte krijuar. Dhe gjë që reflektoi në mënyrë të dhimbshme më shumë se sa te bashkëshorti apo te fëmijët e rinj që kishin ardhur për filiza e re e jetës pranë në një familje. Dhe ajo që tha pak më përpara Voltiza është realisht shumë e vërtet. Kemi pasur raste që kanë qenë aq sa të dhimbshëm, por në përfundim të bënin edhe të derdhje lot gëzimi, sepse shikoje historik fëmijësh që traumat e jetës dhe ajo çfarë kishin ndeshur në familje i bënin që në një moshë të caktuar të shkëpusin zinxhirët dhe ti të shikoje një njeri që kishte marrë spunto për të shëruar nga ato zinxhirët e familjes të sëmur, le të themi, pa dashur, domethënë të përcaktohet faji, sepse fatet njët janë të papërcaktuar, për të mos e përsëritur. Pra ndodh që ti ke raste fëmijësh që rriten përpara kohe, në një moshë të tillë që ai duhet të ketë prioritete të tjera dhe shikon fëmijë që ndron kur të rritet, të zotërojë dhe të ketë profesione në mënyrë që të ndihmojë dhe të shpëtojë gratë, për shembull po flas për atin respektiv që ne kishim, të cilat kishin fatin e nënës së saj, dhe kjo ishte një deklaratë që vinte nga një fëmijë 5 vjeçar. Pra, asnjë historik nuk i ngjan tjetrit, mund të themi që për kohën që flasim, besoj Voltiza më mbështet, kemi tentativa edhe dëshirë të jashtëzakonshme edhe ndërgjegjësim për terapitë qoftë familjare, qoftë në çift, por edhe personale tek psikologu për të shëruar trauma. Për kohën që flasim, në momentin që ne e cilësojmë dhe ajo është e mitur një 17 vjeçare, por një 17 vjeçare vepron dhe funksionon pak më e rritur, sepse rrethanat janë të tilla. Megi, në fakt shumë të drejtë në këtë aspekt, sepse s'mundet një 17 vjeçar të trajtohet me po të njëjtat masa lehtësuese siç është një 10 vjeçar. Dhe një formë dhunë një zëng në parkun e lorave, një zëng në parkun e lorave midis 10 vjeçarës që mund të kapen me grushta, sepse kemi pasur raste të tilla,
të trajtohet njësoj si kjo dhunë e drejt për drejt dhe mbi të gjitha mekanismet, shantazhe, të gjithë atë kornizën që ne pam, sepse mbi të gjitha ashtu siç e themi kemi rrethana të cilat duhet të jenë progresive dhe që është edhe lehtësimi që po diskutonin pak më parë se si ne na lejohet që të punësohet me kohë të pjesshme kur jemi 16 vjeç, dhe ndërkohë duhet të dimë se si funksionon kodi i punës, cilat janë të drejta detyrimet tona në punë të tjera me radhë, dhe nuk i di kemi kaq mirë dhe të drejtat dhe detyrimet ndaj tjetrit, kështu që duhet parë shumë me rezerva pjesa e 16 deri te 18 vjeç në pjesën e ndëshkueshmërisë së gjës, por edhe të trajtimit të gjës. Megi, se disa kohë kemi në dispozicion, por vetëm një paralelizim të shkurtër. Në gjykimet që kemi patur raste kur gjykimi ka nisur kur i mituri ka qenë, po themi, ka qenë 17 vjeç. Dhe gjykimi ka zgjatur deri në atë fazë sa ka kaluar mosha, pra fëmia ka gjatë procesit gjykimit ka mbushur moshën 18 dhe ka kaluar në adult. Atëherë këtu lind pikpyetja, mënyra se si ne e trajtojmë, do të qëndrojmë stoik kodit edhe procedurës edhe gjithë pjesës ligjore që do ta trajtosh brenda një muaj që ai të nisi procesin si i mitur dhe do ta përfundoj si adult. Pra, si ndikon qasja që ne kemi, jo vetëm në sistemin gjyqësor, por dhe gjithë faktorët e tjerë që marrin pjesë në gjykimin e një të mituri kur kryen një vepër penale. Psikologu që do të japë raportin e vlerësimit, ke që do të nuk mund t'i përmbajmë vetëm kodit, sepse ai fëmia nuk u rrit pa pritur brenda një muaj që i rastisi që ishte në një proces gjyqësor 17 dhe brenda procesit mbushi 18 dhe ti do të ndryshosh gjithë narrativën e ngjarjes, mënyrën se si do të kalosh nga kodi për të mitur, do ta kalosh dhe do ta gjykosh çështjen në kodin penal që zbatohet për të rriturit, pra për adultit. Duhet të gjykojmë që përpara se të shkojmë te kodi, duhet të marrim shtruar të gjitha ato instancat që asnjë gjë nuk bëhet në ditët e sotme dhe për mënyrën se si ka ecur shoqëria sot, asnjë gjë nuk bëhet pa dashje. Çdo gjë ka një indicie dhe jo për të bërë fajtor fëmijët, por jemi të gjithë fajtor të gjitha ato instancat që përmendëm, qoftë edhe me heshtje. që edhe sikur vetëm një hallkë e caktuar e sistemit të mos funksionojë, është aq e asa të prish zinxhirin e të gjitha ato instancave të tjera që kanë mirë funksionuar deri në atë moment. Të paktën për rregullat e shoqërisë ku veprojmë. Kalbur gjithë shportën pastaj, por është e vërtetë që hallkat e mirëfunksionimi i çdo hallke është kyç në dhënien e rezultateve të duhura. Dhe mbi të gjitha në këto fëmijë të cilët jo vetëm që janë përsëritës të dhunës, jo vetëm që vijnë nga familje të cilat kanë problemet sociale, ekonomike, financiare apo edhe të aspekteve të tjera të ndjekjeve penale të ndryshme, le të themi, patjetër që është shumë e rëndësishme se si trajtohet rast pas rasti. Ndërkohë, japim edhe një lajm të minutave të fundit nga ky reagim, dhuna mes të miturave që është bërë publike në rrjetet sociale me kërkesë të prokurorisë Fier, janë dhënë masat e sigurisë, arrest në burg, arrest në shtëpi dhe shtrim në spitalin psikiatrik. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës të parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, Fier dhe vendimi i gjykatës janë caktuar masat e sigurimit personal, arrest në burg për shtetasen me iniciale LL, arrest shtëpi për shtetasen e mitur me iniciale KG dhe shtrimi i përkohshëm në institucionin psikiatrik që e tha edhe zonja Korbi. Ndërkohë, kemi heqja e palishme lirisë e parashikuar në nenin 110 kodit penal, që është e kryer në bashkëpunim në vijim të hetimeve lidhur me procedimin penal numër 1094, i cili në objekt të hetimit të ngjarjes të dhunës së ushtruar në një të miturve është bërë publike në rrjetet sociale. Kemi dalë edhe me këto vendime prokurorisë. Me masë. Për momentin deri në përfundim të gjitha të hetimit prokurorisë, mendoj që janë masat e duhura deri në këtë pikë të ngjarjes. E qartë, mirë. Zonja Korbi, faleminderit shumë që të kisha në këtë program dhe për gjitha detajet që na ofrove në studio dhe për gjithë mënyrën e trajtimit të saj. Zonja Prendi, faleminderit shumë që të kisha. Faleminderit që i jepni zëmbi të gjitha këtyre rasteve të cilat duhet jetë mësime dhe duhet t'i japin një mesazh sidomos familjeve, institucioneve arsimore dhe gjithë hallkave të mekanizmit kombëtar të referimit. Faleminderit shumë. Ndërkohë ora është 9:09 minuta, ne do të shkojmë në publicitet shkurtimisht, pas pak do të kem analistin Benandori, do të flasim për protestën dhe gjithçka që po zhvillohet në Tiranë prej 42 ditësh sot.